Në një kohë kur perandoria maqedonase dukej e pathyeshme dhe legjionet romake po hynin në gadishullin ilirik për të ndryshuar historinë, një emër nga tokat ilire të Dardanis u ngrit si një hije që godiste nga errësira. Një luftëtar që nuk kërkonte lavdi në betejë të mëdha, por fitore përmes frikës, shkatërimit dhe strategjisë. Ky ishte Bato i Dardanis, njeriu që sfidoi Maqedoninë, luajti me Romën dhe mbrojti tokat shqiptare në një nga periudhat më të trazuara të historisë. Nëse ju pëlqejnë histori të tilla epike dhe të panjohura, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin ton, sepse këtu historia nuk tregohet, ajo përjetohet. Në zemër të gadishullit ilirik, aty ku sot shtrihet Kosova dhe viset përreth, dikur qëndronte Dardania, një tokë ashpër, e mbushur me male, fusha pjellore dhe fortesa natyrore që i bënin banorët e saj pothuajse të pathyeshëm. Dardanët nuk kishin një popull i zakonshëm. Ata nuk ndërtonin qytete luksoze si grekët dhe nuk kishin ushtri të rregullta si maqedonasit. Por ata ishin luftëtar të lindur, të rritur mes maleve, të ushqyer me luftë dhe të formuar nga mbijetesa. Kjo shoqëri ishte e ndërtuar mbi klane dhe prijes, ku forca dhe guximi ishin ligji i vetëm. Dhe pikërisht në këtë botë të ashpër lindi dhe u formua një nga figurat më të rëndësishme të historisë ilire, Bato. Bato nuk erdhi nga askundi. Ai ishte djali i një tjetër figure të fuqishme, Longarit, mbreti të Dardanis. Longari kishte luftuar kundër maqedonasve dhe kishte krijuar një traditë të qartë. Maqedonia ishte armiku. Kur Longari vdiq rreth vitit 206 para erës son, Bato mori drejtimin e një mbretërie që nuk kishte luksin e paqes. Ai trashëgoi një tokë të rrethuar nga armiq dhe një popull që mbjetonte vetëm duke luftuar. Por ndryshe nga shumë prijes të tjerë, Bato nuk ishte vetëm luftëtar, ai ishte strateg. Po sikur një mbret i lirë të ishte aq i zgjuar sa të përdorte vetë Romën si armë kundër armiqve të tij. Në vitin 200 para erës son filloi një konflikt që do të ndryshonte fatin e Ballkanit të sotëm, lufta mes Filipit të Pestë të Maqedonisë dhe perandorisë romake. Bato e kuptoi menjëherë, ky ishte momenti i tij. Ai nuk u përball drejt për drejt me maqedonasit. Në vend të kësaj, ai ofroi ndihmë Romës, konkretisht konsullit Publius Sulpicius Galba Maximus. Por kjo nuk ishte besnikëri, ishte një lojë e ftohtë politike. Bato e dinte se nëse Roma fitonte, Maqedonia do të dobësohej, dhe nëse Maqedonia dobësohej, Dardania do të fuqizohej. Së bashku me aleatë të tjerë si Pleurati III dhe Aminanderi, ai krijoi një presion të madh ndaj Maqedonisë në të gjitha anët. Bato nuk luftonte si maqedonasit, ai nuk krijonte falanga të rregullta dhe nuk kërkonte përballje të drejtë për drejtë. Ai përdorte sulme të shpejta, prita në male, bastisje të papritura. Ushtria e tij hynte në territoret maqedonase, grabiste furnizimet, shkatëronte qytetet kufitare dhe zhdukej para se armiku të reagonte. Kjo strategji kishte një efekt të tmerrshëm. Maqedonia nuk dinte ku të godiste. Në një moment kritik, Filipi V u detyrua të braktiste fushatat e tij në jug dhe të kthehej në veri vetëm për t'u përballur me Baton. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që donte Bato. Imagjino një ushtri që nuk mund ta kapësh kurrë, por që gjithmonë të godet kur nuk e pret. Megjithse shpesh fitonte përmes taktikave të tij, Bato nuk ishte i pathyeshëm. Në një rast pra një zone afër Sobit, forcat e tij u përballën drejt për drejt me maqedonasit dhe pësuan humbje. Por kjo nuk e ndaloi, sepse qëllimi i tij nuk ishte të fitonte çdo betejë.
Qëllimi ishte të fitonte luftën, duke e lodhur armikun, dhe në këtë ai ishte mjeshtër. Rreth vitit 179 para erës sonë, një rrezik i ri u shfaq në veri, një popull i fuqishëm dhe i jegër, bastarnët, kaluan Danubin dhe pushtuan Dardanin. Ata ishin të shumt, të gjatë, të fortë dhe të pamëshirshëm, dhe më e keqja, ata nuk erdhën rastësisht. Kjo ishte një lëvizje nxitur nga vetë maqedonasit për të shkatëruar Dardanin nga brenda. Bato u përball me armikun më të madh të jetës së tij. Fillimisht Dardanët u shtyn prapa, territore u pushtuan, fshatra u shkatërruan, por Bato nuk u dorëzua. Ai bashkoi fiset, kërkoi aleanca dhe nisi një rezistencë të ashpër. Çfarë ndodh kur një popull malor përballet me një ushtri që nuk ka frikë nga vdekja? Lufta kundër bastarnëve ishte brutale. Nuk ishte betejë të mëdha të organizuara, ishte një luftë mbijetese. Dardanët përdorën të njëjtën strategji si gjithmonë, goditje të shpejta, prit dhe luftë guerile. Me kalimin e kohës, bastarnët filluan të dobësoheshin. Ata nuk ishin mësuar me terrenin, nuk kishin furnizime të qëndrueshme dhe mbi të gjitha nuk e kishin durimin e Dardanëve. Pas viteve të gjata luftimesh, ata u detyruan të tërhiqeshin. Dardania ishte shpëtuar. Rreth vitit 176 para erës sonë, Bato vdes. Arsyeja e vdekjes mbetet mister. Nuk dihet nëse ishte nga lufta apo nga shkaqe natyrore, por një gjë është e sigurt: ai la pas një mbretëri që ende qëndronte në këmbë. Pas tij erdhi Monuni i dytë, që vazhdoi luftën dhe mbrojti trashëgimin e tij. Bato nuk ndërtoi perandori, nuk la monumente madhështore, nuk u përjetësua në statuja si Aleksandri i Madh, por ai bëri diçka tjetër. Ai mbrojti tokën e tij, ai sfidoi një nga fuqitë më të mëdha të kohës, ai përdori Romën për interesat e tij, ai mbijetoi në një botë ku vetëm më të fortët jetonin. Dhe mbi të gjitha, ai dëshmoi se edhe një mbretëri malore mund të ndryshojë rrjedhën e historisë. Ndoshta Bato nuk është emri më i njohur në histori, por pa të, historia e Ballkanit të sotëm do të kishte qenë krejt ndryshe. Historia e Batos së Dardanisë është historia e një populli që nuk u përkull. Një histori që na kujton se fuqia nuk matet vetëm me ushtri të mëdha, por me vendosmërinë për të mbrojtur atë që është e jotja. Shkruani në komente. A mendoni se figura si Bato janë nënvlerësuar në historinë tonë? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.